Do të shkojmë tani me kolegen Keti Banushi nga ambientet e prokurisë posaçme, por edhe të GKK-s, e cila ka ndjekur nga afër sot, ishin masat e sigurisë, çfarë ka vendosur pas protestës dhunshme të opozitës dhe personat të cilët ishin arrestuar. Sa ishte numri personave të arrestuar dhe çfarë ka vendosur gjykata sot? Janë liruar të gjithë apo? Përshëndetje në Ertil, në fakt ishte 18 numri të arrestuarve, bëhet fjalë për protestën e 20 shkurtit, 3 nga të arrestuarit ishin të mitur, janë liruar në masën detyrim paraqitje 17 prej tyre, për një është tërhequr vetë prokuroria ka pushuar të paktën nuk ka kërkuar mas pasi ka qenë me probleme të shëndetit mendor, dhe është liruar pa masë sigurie. Pra për 17 është vendosur masa detyrim paraqitje. Në fakt pati një deklarat nga avokatët e Partisë Demokratike që i kanë përfaqësuar, ata kanë kërkuar shpalljen të palishëm të arrestit të tyre, për 9 gjykata ka vendosur të shpallë të lishëm arrestimin për 9 të palishëm, ndërkohë që kanë pretenduar që të miturit në ambientet e policisë, por edhe në gjykat, kanë deklaruar që molotovët nuk i kanë patur të tyret, që janë gjetur në çantat e shkollës, por gjithmonë sipas avokatëve të Partisë Demokratike u kanë futur në çantë punonjës të policisë. Gjithsesi kjo mbetet në kuadrin e deklaratave të thëna jashtë seancës, pasi seanca është bërë me dyert të mbyllura, por ajo që mund të themi është fakti që janë liruar të gjithë, do të gjykohen në masën detyrim për të paraqitur. Mirë, Keti, ne do t'jemi sërish në të tjera lidhje së bashku.